Sot bëhet një vit nga mbajtja në qeli e ish-presidentit Ilir Meta, ndërsa mbrojtësi i tij ligjor ka depozituar sërish kërkesën për shuarjen e masës së sigurisë. Avokati Kujtim Cakrani e konsideroi ndalimin e tij si kriminal, duke evidentuar se hetimet e SPAK kanë kushtuar 500.000 euro për hetimin e Metës. Sot u mbush plot një vit nga rrëmbimi kriminal i ish-presidentit të Republikës dhe presidentit Partisë së Lirisë zotit Meta. 21 tetori i vitit 2024 do të kujtohet si dita më e zezë e historisë politike të Shqipërisë. Rreth 200 policë të maskuar kanë rrethuar rrugën kryesore të hyrjes të Tiranës dhe kanë rrëmbyer nga makina e tij pas një dokument, pas një akt të zyrtar ish-presidentin e Republikës zotin Ilir Meta. Ne sot kemi paraqitur kërkesën për shuarjen e masës sigurimit për ish-presidentin zotin Meta dhe shpresojmë që gjykata ta marrë parasysh kërkesën tonë. E dini sa ka shkuar kostua vetëm e hetimeve për ish-presidentin zotin Meta? Rreth 500.000 euro. Më 29 gusht, SPAK përfundoi hetimet ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi për akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë dhe dërgoi çështjen në gjykatë për t'u nënshtruar vlerësimit në seancë paraprake. Gjithashtu janë dërguar për gjykim si të bashkëpandehur edhe Fatime Kryemadhi, nëna e Monika Kryemadhit, ish-kryuja ke Piero Gjigjo dhe Ema Çoku, një financuese e LSI-s. SPAK e akuzon Metën për ndikime korruptive për episode që lidhen me çështjen Qesdia në një marrëveshje interkoneksioni. Sipas SPAK, akuzat të ngjashme rëndojnë edhe mbi ish-bashkëshorten e tij, Monika Kryemadhi.